kemi miratuar projekt ligji. A ka mundësi mu këty në temë, Kryeministër, sepse i ke pos 4 vjet me qeverisë dhe nuk e realizu asnjë projekt. Kthem temë e mos na shit pralla. Kthem temë dhe kabinetin qeveritor këtu, edhe ti nderuar moje rendin. Moje rendin. Këto janë momentet e tensionit kur Kryeministri Albin Kurti po fliste mbi rezolutën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për uljen e akcizës dhe TVSH-s për naftën, si dhe subvencionimin e çmimeve për sektorët më të ndjeshëm të ekonomisë. Kurti doli kundër duke deklaruar se nuk e sheh si zgjidhje propozimet e paraqitura nga opozita. Tatimi mbi vlerën e shtuar dhe aksiza janë burime shumë të rëndësishme të hyrave të buxhetit Kosovës. Ulja e tyre krijon një boshllëk të madh financiar, një boshllëk i cili nuk mbushet lehtë. Rezoluta e LDK-s ndonse u mbështet edhe nga partitë e tjera opozitare, për shkak të mungesës së kuorumit, ajo nuk u hodh për votim në seancë, pasi në sallë ishin vetëm 27 deputet